Të respektuar familjarë të dëshmorëve, invalidë veteran të luftës, ish hebror të Ushtrisë Ligjore të Kosovës, të nderuar veprimtar të çështjes kombëtare. Emri dhe jehona UÇK-s vazhdon të jetë e pranishme në çdo zemër advetari. Dikur në këto anë jehonin pushkët e lirisë, ndërsa sot këtu ngrihet madhështore ky memorial me 3 shkronjat e artë. Ushtria Shqiptare e Kosovës lindi nga xhiri i këtij populli dhe jehona asaj lufte të lartishme i bashkoi shqiptarët kudo që ndodhen. Këto shkronja madhështore na kanë mbledhur dikur rreth idesë së çlirimit dhe bashkimit, ndërsa sot na mblodhen për të kujtuar atë epokë të lavdishme, të dhimbshme, por krenare. Emblema UÇK-s lartësohet jo për të thurë lavdi e nderim për individët që patën fatin të ishin pjesë e kësaj historie. Mirë po, kjo emblem do të lartësohet ndërpresa nga se lufta kombëtare për çlirimin e trojave etnike është vepra më madhore e kombit shqiptar. Prandaj, duhet shkruhet, këndohet e mbahet mend për jetë e mot. Me rastin e shënimit të epopesë së Korrikut në 98, dega e organizatës veteranëve të luftës të UÇK-s në Rovec propozon dekorimin e disa ushtarakëve të UÇK-s me dekoratën komunale Medalja e Lirisë. Ushtarakët e poshtë kanë qenë pjesë aktive e përgatitjeve për luftën e armatosur shkrimtare dhe më pas kanë mbartur barrën e përgjegjësive komanduese në kuadër të brigadës 124 Gani Pacharizi. Propozojmë që të dekorohen me medaljen e lirisë pikërisht sot në përrimin e monumentit të UÇK-s në fshatin Reti. Motivacioni për medaljen e lirisë ka të bëjë me angazhimin e këtyre ushtarakëve në luftën shqiptare dhe kontributin e tyre për ndërtimin e strukturave ushtarake, respektivisht për kushtimin e tyre për ruajtjen dhe kultivimin e vlerave kombëtare. Tani më lejoni që ta ftoj kryetarin e komunës me që dekorata komunale jepet nga kryetari i komunës Smajlati me propozimin e organizatës veteranëve që të na afrohet po bashkë me Nureddin Gashin, zëvendës komandant i batalionit parë, që të bëjmë dekorimin e bashkëluftarëve tanë. Fillimisht e ftoj komandantin Musli Taçi, ish komandant i kompanisë së parë në batalionin e parë të brigadës 124 Gani Pacharizi. Ai është ndër ushtarët e parë të UÇK-s në fshatin Reti, i angazhuar që në orët e para të luftës. Musa nuk e ka ndërprerë aktivitetin luftarak deri në përfundim të luftës. Në TMK ka mbajtur përgjegjësi komanduese duke dhënë kontributin e tij në përgatitjen e bazës për formimin e ushtrisë së Kosovës. Kryetar lutem ja ndani Musli Taçit dekoratën. Urime mus nëse e merituar. Dhe tani kam kënaqësinë të ftoj Jetullah Kabashin, veprimtar i hershëm i çështjes kombëtare. I ka përfunduar studimet për pedagogji, ishte në strukturat e Lëvizjes Popullore për Republikën e Kosovës e më pas të UÇK-s. Që në fillimet e luftës angazhohet në strukturimin e njësitit të UÇK-s në Zërçisht e rajon, me çast dhe emërohet komandanti i njësitit për të vazhduar me angazhime sistematike luftarake deri në përfundim të luftës. Përfundimi e gjenë në operacionin Shigjeta në Pashtrek. Ishte pjesë e strukturës së TMK-s, duke kontribuar në formësimin e ushtrisë së ashme të Kosovës. Urime Jetullah. Në radhë kemi bashkëtorin tonë Sokol Bytyqi, i lindur në vitin 69 në Optirush. Është ndër ushtarët e parë të UÇK-s në këtë rajon, pjesëmarrës në aksione betejë e sulme kundërpushtuese. Ka qenë pjesë e strukturës komanduese në kuadër të batalionit parë, respektivisht komandanti i kompanisë së tretë në batalionin e parë të brigadës 124. Pas përfundimit të luftës, angazhohet në strukturat e TMK-s. Sokol, do ta marrësh dekoratën e merituar. Urime Sokol. Dhe tani kam kënaqësinë që ta ftoj bashkëtorin tonë Enver Kabashi, i lindur në vitin 66 në fshatin Zërçisht, është pjesëtar aktiv i UÇK-s që në marsin e vitit 98. Fillimi për plasjen e armatosur me okupatorin gjend përgatitur dhe në korrikt të atij viti Enveri ishte në vitin e parë luftimeve.
Më pas, gjatë procesit të ristrukturimit të UÇK-s në zonën operative të Pashtrikut, kryen detyrën e shefit të operacioneve në batalionin e parë. Pas përfundimit të luftës, ka shërbyer në strukturimin e brigadës 32 të TMK-s si oficer i stërvitis. Urime ndër. Urime ndër. Dhe tani kam kënaqësinë të ftoj Barush Goshin, një shok i hershëm i luftës. I lindur në Hosh Vogël në vitin 1965, është angazhuar në luftën shqiptare në maj vitin 98. Pas ristrukturimit të radhës të UÇK-s me bazën e tij, angazhohet në cilësinë e komandantit të kompanisë 2 në batalionin e parë të brigadës 164. Aktivitetin e vazhdon në TMK duke bartur përgjegjësi komanduese në disa anësitë të TMK-s në Prishtinë e Prizren. Pranohet në Kosovë, mirë po për arsye personale vendos të ketë jetës private. Urime Berush. Kryetari i komunës në bashkëpunim me organizatën e veteranëve të luftës ka ndarë dekorata edhe në ditën e shkrimit në 14 qershor për disa pjesëtarët e UÇK-s në përgjithësi në rajon, ndërsa nga kjo zonë janë dekoruar Homs Kryeziu, Ejuk Kavashi dhe Nuridin Goshi, që t'i ftoj që t'i bashkohen shokëve këtu. Homs ke mundësi? Homs e një kërkëtor i hershëm i burgosur politik, një patriot i kulluar, që ashtu ka marrë edhe plog luftën në betejën e Dobërdelonit. Të qofa Paleruqe e sakë. Dua t'ju përkujtoj se gjithnjë referohem kryetarit të komunës Smajl Ativi, i cili me 14 qershor deklaroi se dekorimi i ushtarëve të UÇK-s do të vazhdojë dhe her pas here ne do të ndajmë dekorata sipas datave të caktuara historike, kështu që të mos i ngelet hatra e askujt, se ne do të përpiqemi të nderojmë të gjithë me radhë, të gjithë ata që kanë merituar dhe që kanë qëndruar besnik betimit të ushtarit të UÇK-s, të cilin e lexoi kryetari Smajl Ativi. Të dekoruarve ju urojmë, i përgëzojmë, ndërsa juve të pranishme faleminderit për momentin